Përshëndetje, Ndem Lushi, ju përshëndes nga shkinaku i Kukësit. Konkretisht jam në një zonë që quhet Kosar, jetoj pra në gjuhën tonë quhet stan, në një gjuhë internacionale quhet off-grid. Pra jetoj këtu, vitin e kam kaluar rreth 10 muaj këtu. Është një mënyrë jetese pra që ekonomike, pra që kam qenë i detyruar për shkak të raporteve të mia me politikën shqiptare, kryesisht me qeverinë Rama, me ambasadën amerikane, me ambasadën britanike, raporte të cilat më kanë shtyr drejt një situate të tillë ekonomike që të vit jetoj vetëm këtu në një bjeshk të fshatit Shkinak, ku kam lindur pa të rrethit Kukësit, dhe merrem me një aktivitet ekonomik simbolik, bujqësor, aktivitet ekonomik që gjeneron maksimumi 1.000 euro në vit, pra duke shit patate, pak fasule. Aktivitet ekonomik i cili funksionon për sa kohë qeveria e Rama nuk ka urdhëruar celulat e saj terroriste për të ma dëmtuar pra këtë aktivitet ekonomik. Siç e them shpesh, unë bëj pjesë tek ata njerëz që besoj tek liria e shprehjes si e vetmja armë ose mjet që shqiptarët mund të mbrohen, dhe përjedhoj pra mbështetja dhe mbrojtja e vetme që kemi ne qytetarët e zakonshëm shqiptar është opinioni publik, transparenca dhe ndarja e ngjarjeve tona ose e problemeve, e çështjeve që kemi me qeverinë, me sistemin e drejtësisë, ndarja me publikun pra e këtyre çështjeve. Do doja të ndaja me publikun që sot përpara një viti pra policia e Kukësit më mori në telefon, më njoftoi që duhet të paraqitesha në komisariatin në Kukës, pasi kishte një akuzë ndaj meje, prokuria e Kukësit kishte ngritur një akuzë ndaj meje me nenin 265, pra nen që parashikonte deri në 10 vite heqëlirie. Në fakt kjo ftesë nga prokuria e Kukësit erdhi vetëm pasi kisha bërë një video pra një natë para që ta njohim Izraelin si Charlistan, pra kishte të bënte me politikën ndërkombëtare, pra me familjen mbretore britanike, dhe shpeshherë them që familja mbretore britanike në një gjuhë të zakonshme mu them që është pronare e Republikës së Shqipërisë, pra është në kuptimin e parë pronare, pra pasi ajo ka formuar shtetin shqiptar. Dhe meqense unë preka pikërisht pra familjen mbretore britanike, ishte vije kuqe për regjimin e Tiranës, pra është një familje mbretore që ka pushtetin e vërtet, nuk toleron fare kritikë dhe opozitarizëm, dhe rrjedhimisht fillova të hetohesha në gjendje të lirë nga antiterrori në Kukës, pra. Për ta, nëse jeton pra në pyll, në kushte në thojza të varfër ekonomike, jeton i pavarur, nuk i nënshtrohesh shtetit shqiptar në temat e spionizmit e njeriu që shkon pas këtyre politikës, dhe kritikon kryesorja, përgjegjësit kryesor të situatës ekonomike dhe politike në Shqipëri, kritikon përgjegjësit kryesor pra Amerikën, Britaninë e Madhe dhe veçanërisht familjen mbretore britanike, për ta quhesh terrorist. Pa kjo është se si e perceptojnë ata një njeri që nuk u nënshtrohet. Do doja të ndaja me opinionin publik pra që kjo histori që filloi para një viti ose kjo marrëdhënie e re me gjykatën e Kukësit, dje u updatua, më dërguan një letër dhe më thanë që edhe pse letra ishte shkruar në një gjuhë orwelliane, pra luftën e quajnë paqe, dhe në rastin konkret prokurorin ishin munduar ta paraqesin si një avokat i çështjes time, më dërguan një letër kur thanë që kur bëje qartë që të hënë duhet të paraqitesha pranë gjykatës së Kukësit, dhe realisht ka 2 akuza tani. Pra ishin depozituar 2 akuza, 2 nene, pra kishin shtuar dhe 8 vite të tjera maksimalisht gjithmonë, nga 3 deri në 8 më duket se ishte. Neni 266, pra 265, 266 së bashku parashikoj në maksimum heqëllirie 18 vjet burg. Dhe jam i detyruar pra tani të hiqem nga jeta këtu në stan ose off-grid, të shkoj në fshat dhe t'i përkushtohem full time mbrojtjes time,
bëj testime pra me gjykata shqiptare të korruptuara. Unë përmes kësaj video akuzoj si autore të vërtet të akuzave ndaj meje, të cilat janë akuza të paseta politike, janë akuza që bazohen në reagimet e mia në rrjetet sociale, janë akuza që bazohen në disa video në YouTube. Kam një kanal në YouTube me 7-8 video, nuk më kujtohet fikse sa janë, por nëse pra kanë bëjnë vetëm me lirinë e shprehjes, nxitje urrëties fetare, nxitje urrëties nacionale, është kënaqësi e dytë, e gjëra të tilla që në thelb kanë të bëjnë me politikën. Pra nuk është që kam dëmtuar një privat dhe privati. Këtu unë, pra kundërshtari im është qeveria shqiptare, pra prek interesat e qeverisë. Unë përmes kësaj video denoncoj që akuzoj haptas që prapa këtyre akuzave është ambasada amerikane, ambasada britanike dhe kryeministri Edi Rama. Pra nuk ka tjetër, nuk janë akuza që i nisin kaq akuza politike që i nis një prokurori e paransishme siç është prokuroria e Kukësit. Pra dhe kjo është normale, janë duke parë CV-n time, duke parë aktivitetin tim politik të vitit 2015, duke parë raportet e mia, marrëdhëniet e mia me gjykatën e Kukësit, kam bërë 2 vite gjyq në vitin 2015-2017 për shkak të protestave dhe një deklarate 10 sekondshme në media. Dhe sigurisht që nëse ka një entitet ose një zyrë apo institucion për të më burgosur mua, është trekëndshi i djallit ambasada amerikane, kryeministri Rama dhe ambasada britanike. Këto drejtojnë shtetin shqiptar, këto kujdesen që të pushkatohen aktivistët politik, këto kujdesen që gjithë shqiptarët mos kenë moral, të gjithë jenë spion, të gjithë jenë të varur financiarisht dhe të gjithë jenë shërbëtor dhe të nënshtruar të regjimit britanik të Tiranës. Pra ndaj kujtojmë që ambasada amerikane ka bërë në 97-ën, kujtojmë që ambasada amerikane ka bërë duke buzëqeshur 21 janarin, duke vrarë shqiptarët thjesht për show. Kujtojmë që ambasada britanike në një kohë që në Thojza kishte rënë shteti në Tropoj në vitin 97-98, në Thojza kishte rënë shteti sepse kishte zbie kurrë para në Amerika dhe para në Britaninë e Madhe, mbante në Tropoj për të monitoruar 200 vrasjet e atyre që njihen si vrasjet e hakleve, mbante në Tropoj një ushtarak të barretave të gjelbërta britanike, i cili kjo është komenti im pastaj, dhe sigurisht një britanik. Çka kërkonte një britanik ushtarak atje? Kërkonte pra që të ecte përpara agenda britanike me shqiptarët, e cila është gjithë ata që i ndjen veten pak si të fortë, që duhet të kenë dignitet, që mbojnë familjet e tyre, mbojnë vetet e tyre. Ata, agenda e Britanisë madhe është që këta njerëz thjesht dëvritën njëri me tjetrin, nxit konflikte përmes zinxhirit të shikut ose të sigurimit të shtetit, ish sigurimit të shtetit etj. Prandaj unë këtë herë do të tërhiqem, pra do t'i përkushtohem full time. Është një betejë, nuk është një betejë e zakonshme, është një betejë e fuqishme e ambasadës amerikane në Shqipëri, e cila për shkak dhe unë jam kontribues, mendoj që jam kryesor, sepse unë kam qenë i pari në vitin 2015 që kam denoncuar me shkrim dhe publikisht ambasadën amerikane, dhe jam pra një kontribues, mendoj kryesor, që në Shqipëri ambasada, jo sa ata kanë frikë nga unë, kanë frikë nga krimet e veta. Ambasada amerikane është kontribuese e vetme dhe kryesore, nëse llogaritim që është kontribuese dhe qeveria shqiptare dhe ambasada britanike. Pra, ose e vetme ose kryesore e çdo vrasje, e çdo politike të mbrapsht dhe mos zhvilluese që është në Shqipëri që nga viti 1912, kur jemi pushtuar zyrtarisht nga ushtrit barbare dhe terroriste britanike. Dhe sigurisht që ata kanë frikë, jo nga Nderim Lushi, jo nga aktivistë politikë të tjerë, jo nga shqiptarët, ata kanë frikë nga krimet e veta që kanë bërë në Shqipëri, nga i mbaj me firma piramidale që shkatrutën shtetin komplet. Dhe kishte ambasadë në Shqipëri atë kohë. Ambasada dilte në media dhe thoshte dhe gjente hapësira pra mediatike për dalë e larë vetë dhe për të thënë që mos i futin lekë se do i humbisni. Dhe sot thot ne kemi thënë që sa bukur na ka dalë e larë ambasada terroriste e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra për çdo krim ajo del e larë, sepse sigurisht që ajo di se çfarë do ndodhi, sepse vetë i ka organizuar dhe u parapri në ngjarjeve që do ndodhin në të ardhmen. Prandaj këtë herë jam i detyruar të përdor ti përkushtohem full time pra
mbojtjes time ligjore me gjykatën e Kukësit ose më saktë me ambasadën amerikane, me qeverinë Rama dhe me ambasadën britanike, do të filloj akuza, dhe akuzat janë pra po i bëj zyrtare janë këtu në përmes kësaj video, e akuzoj publikisht që prapa akuzave është ndaj meja është ambasada britanike, ambasada amerikane, qeveria Rama. Dhe sigurisht që do të mundohem t'i formalizoj këto akuzat dhe përmes akuzave zyrtare, qoftë të SPAK ankesat ndaj ambasadës amerikane dhe akuzoj publikisht për komplot ndaj Nderim Lushit, organizimin e komploteve, organizimin e aktiviteteve terroriste ndaj meje, pra ndaj Nderim Lushit. Ju përshëndes pra nga Shkinaki i Kukësit, Nderim Lushi.